nderuar miq të rrjeteve sociale. Duke qenë se jam në një shëtitje, në një nga ambientet e bukura të Spoletos, pikërisht në pyllin e shejt Melisa, ku më parë kam bërë dhe disa dokumentar, po trajtoj për juve sot një temë të cilën nuk kisha ndërmend që ta trajtoja, por duke marrë shkas nga disa reagime të ndryshme në rrjetet sociale, sidomos në Facebook dhe YouTube, për disa publikime që kam bërë disa ditë më parë, kam vërejtur se personat e ndryshëm të pa identifikuar me faqen e tyre falso, me emra falso, dhe jo persona reale familjar, por persona provokator, të cilët her pas here kanë krijuar dhe vazhdojnë të krijojnë shqetësime, po sidomos kohët e fundit, kur unë publikova aty disa harta që kishin bënin me etnicitetin ilir, thrak, epiriot dhe grek. Në ato harta nuk vërehet që nga shekuj 12 deri në shekuj 3 nuk vërehen termi etnik grek i shkruajtur, por janë termat e qyteteve të ndryshme, emrat e qyteteve si Athena, Sparta, e rajonet të ndryshme si Akaja, e rajonet tjera, por nuk vërehet termi grek. Dhe unë në këto harta, të cilët i kam dhirë nga një atlas hartash, që është mbi 500 harta të gjithë botës, atlas botror, i publikuar në Itali në vitin 2020, edhe i përkthyer nga një atlas francez. Pra në këto harta kam pasqyruar atë çfarë shkruhet, duke përkthyer dhe duke bërë komentet e mia përkatëse sipas studimit, po ashtu kam cilësuar se nuk gjendet koncepti etnik grek. Këto gjëra natyrisht që kanë bërë përshtypje tek ato persona të cilët jetojnë në një botë tjetër, jetojnë në botën e irreales, jetojnë në botën e jo të vërtetës, në botën e manipulimit të historisë, dhe manipulimi i historisë ka ndodhur që nga lashësia, dhe po ndodh deri në ditën e sotme. Dhe fatkeqësisht persona të tillë që dalin në përkraje të jo të vërtetës janë persona të cilët kanë depërtuar në Facebook me pseudonime të ndryshme dhe në rrjetet e tjera sociale dhe kërkojnë të krijojnë turbullira, të krijojnë ide të paqona, të pavërteta mbi realitetin historik. Unë kam mbi 10 vjet që merrem me studime dhe asnjëherë nuk kam publikuar studime pa referenca. Në rast se ka referenca, në rast se këto referenca bazohen mbi dokumentat të publikuara, atëherë këtu nuk ka asnjë gjë për të shqetësuar. Qoftë nga personat në fjalë, po qoftë dhe nga ana tjetër nga personat që janë me titull akademik, të cilët natyrisht që kanë zgjedhur një kornizë dhe veprojnë sipas asaj kornize dhe nuk dalin nga korniza. Dhe kush është korniza? Korniza është kjo, çdo gjë është greke, çdo gjë është latine, edhe pjesa tjetër nuk ekziston. Pjesa tjetër duhet se s'bën të nënshtrohet të rregulli. Kjo është një turp i madh për këto persona që merren me këto, por edhe për ato institucione që heshtin këtë aspekt. Çdo gjë nuk është greke, çdo gjë nuk është latine, sepse para grekëve dhe latinëve ka qenë një popull i cili dihet tashmë se kush është, se e kanë marrë vesh shqiptarët nga studimet e kohët fundit, dhe është populli Pellazg. Dhe të merresh me Pellazgët, të merresh me ilirët, të merresh me gjuhën shqipe, sipas tyre personave të tregosh të vërtetat historike, të tregosh etnicitetin e popullit të lashtë shqiptar, sipas tyre që nga nacionalizëm. Nuk ka asnjë vend për të krijuar idenë se është nacionalizëm kjo gjë. Unë jam një studius i lirë, nga formimi im jam ushtarak karriere dhe kam punuar dhe jam shkolluar duke mbaruar shkallë të gjithë
shkollat ushtarake. Shkollën Skënderbej, Shkollën e Bashkuar dhe Akademinë Ushtarake. Dhe kam kryer detyra në ushtri edhe detyra që futen të detyrat madhore dhe të grada. Nuk është problemi këtu të tregoj, po për ato që nuk e njohin, po a tregoj se kam formimin tim. Por formimi im natyrisht ka mbi 15 vjet që është formuar duke studiuar historinë, gjuhën, gjeografinë, duke studiuar etnologjinë, etimologjinë, duke studiuar njëkohësisht edhe të gjithë dhe duke marrë për bazë të gjithë studiuesit e lashtë greko-latin që nga lashësia. Dhe nuk jam asnjëherë dhe nuk pretendoj se jam historian, jam studiues i historisë. Dhe kush mendon dhe kush ka idenë se vetëm historiani do të studiojë dhe të tjerët nuk ekzistojnë, e ka gabim. Si unë janë dhe shumë të tjerë, kolegë të mi. Kemi krijuar 2 shoqata, unë marr pjesë 2 shoqata studimore ku kam referuar dhe atje kanë marrë pjesë edhe doktor profesorat të cilët janë me titull akademik. Unë nuk pretendoj të kem titull, nuk më shkon mendja që të merrem me titull akademik, se titullt mund merren për fusha të ndryshme. Unë jam studiues i historisë dhe i gjuhës, aq sa të më punoj logjika, aq sa i punon logjika njeriu normal. Dhe ato që mendojnë se çfarë je ti nuk je historian, ti nuk je gjuhëtar, unë nuk i dal për zot. As ti jem historian, as ti jem gjuhëtar, as ti jem gjeograf, unë jam një studiues, merrem me studimin e përgjithshëm të popullit shqiptar. Që nga lashtësia dhe objekti im i studimit është lashtësia. Pra që deri në momentin kur fillon koncepti arbëror, e ndej unë me ato studime merrem, sidomos me para lashtësinë. Del dikush në rrjetet sociale dhe thuhet që këtë përgjigje ja ka dhënë shumë mirë arkeologjia dhe nuk ka të dhëna për studimet parahistorike. Kështu që studimet toja në përgjithësi dhe natyret kolegëve toj dhe sidomos studimet toja, Kolmarku thuhet atje, dhe studimet e Elena Kocaqit janë broçkulla. Kjo është një turp për atë që e flet të fjalë, person anonim, sepse studimet e mia bazohen mbi dokumenta dhe prova, mbi artefakte. Studimet e Elena Kocaqit nuk marr përsipër që të krahasohem me Elena Kocaqin, as i dal për zot sepse është vetë zonjë të mbrojt, por problemi është që këto gjëra që ndodhin janë të turpshme sepse kërkojnë që të bëhet presion mbi studiuesit e lirë, të cilët kërkojnë t'i ndalojnë, t'i bllokojnë edhe t'u krijojnë probleme të ndryshme, sepse ne jemi familjar, ne kemi dalë me emër e mbi emër, nuk jemi si ato persona që fshihen si struci që fut kokën rror. Neve jemi të hapur, ne jemi të hapur për dialog, ne jemi të hapur për sqarime. Unë jam i hapur për sqarime me ato që kërkojnë dhe t'i thellojnë më tej njohurit për një fushë caktuar, por nuk jam i hapur dhe nuk harxoj asnjë minutë kohë për të dhënë përgjigje provokatorëve, njerëzve që futen këtu për të krijuar turbullira në Facebook, për të krijuar turbullira në rrjetet sociale, në YouTube e me radhë. Dhe unë kam mbi 50 video të publikuara në Facebook e në YouTube edhe në rrjetet e tjera. Edhe 99% kam pasur vlerësime pozitive nga njerëz të cilët janë dashamirës historisë, që kërkojnë të dinë, që kërkojnë të njohin me rrënjë historinë, që kërkojnë të kuptojnë manipulimet historike. Dhe konkretisht unë jam përkushtuar në këto kohë të fundit manipulimet të bëra nga qoftë nga akademitë e ndryshme, qoftë edhe nga personat e ndryshëm, po qoftë edhe nga doktrinat të ndryshme zyrtare. Dhe për këtë janë të gjithat publikuara dhe mund të ndiqen si në YouTube, si në Facebook, në emrin tim Kolmarku. Problemi që po ngres sot, se unë këtu jam dola natyrë për të raktuar me këtë natyrë të bukur, me këtë natyrë që e dua shumë, dhe njëkohësisht është natyra për të cilën duhet të gjithë ta duam, sepse këtu është vendi i dytë ku jetoj, po më kujton vendi dhe të parëve tonë, sepse pikërisht këtu është pyll i shenjtë, dhe në këtë pyll të shenjtë këtu, ky pyll i shenjtë është shejtruar nga pelazgët, nga të parët tanë. Dhe pelazgët kanë qenë ato që kanë ardhur në Spoleto pikërisht. Pelazgët ishin ato që ndërtuan muret e Spoletos, që kanë mbetur deri sot. Pelazgët ishin ato që themeluan dhe që themeluan besimet
Dhe një nga besimet është pikërisht besimi tek pyjet e lisit, lisi i shet për pelazgat, ashtu si ndodon. Dhe kjo cop vend këtu, kjo parcel toke këtu, ky pyll me lisa këtu, më kujton Dodonën pelazgjike, vendin e parë të shenjtë, ose si të thuash të njëjtë po të konceptosh me Vatikanin e sotëm, si qendër e besimit dhe kultit të asaj kohe. Pra, të gjithë popujt të asaj kohe faleshin, shkonin dhe përcaktonin fatin e tyre pikërisht të Dodona lashtë. Dhe popujt që erdhën në Itali, nga drejtimet ndryshme, u vendosin pikërisht në territoret italiane, në tokat e reja që zonë, ato transmetohen me vete dhe besimet e tyre. Dhe pikërisht pylli me lisa dhe lisi i shenjtë që ndodhet pikërisht në këtë pyll me lisa këtu, më kujton besimin e lashtë pelazg. Unë nuk e trajtoj këtë në konceptin e besimit, po duhet ju thëmë që dashuria për vendin, për pyjet, për lumejt, për liçenet, për gurët, për malet, për fushat, ashtu si që këndon të naimi dikur, mua me jep kurajo, me jep ndjesin për t'i shërbyer sa të mundëm vendit tim me mundësitë e mia që kam, qoftë ato studimore, qoftë edhe në format të tjera në bashkëpunimit me studiusit që ndodhen në Shqipëri. Unë shqetësimin kryesor ja kam jo tek ajo që njerëz të caktuar në rrjetet e internetit akuzojnë, për shembull si nacionalist, më akuzojnë mua, por akuzojnë njëkohësisht atje një person shkronte që Juve Kolmarku edhe Elena Kocaqi jeni nacionalist, e duke qenë tillë nuk e shkroni drejt historinë. Unë nuk doa që të më shkon mendja që të krahasohem me Elena Kocaqin, ajo është një studiuese e madhe, ajo ka botuar e publikuar libra, ka akses të gjitha televizorit shqiptare dhe është person i njohur. Por problemi është që duke goditur personat të cilët bëjnë tentativa për të nxjerrë në dritë fakte të ndryshme historike me dokumenta dhe në mënyrë anonime, duke qenë të fshehur, ato kërkojnë që të mohojnë të gjëra, të hedhin poshtë, të krijojnë presione mbi studiusit. Kjo më shqetëson sepse nuk është se ndikon drejt për drejt të kun si person. Për ato unë kam parimin qënd let lejnë karvanit e së përpara. Për problem ato mund ndikojnë të personat të cilët nuk i kanë njohurit e duhura, se jo të gjithë mund t'i kenë, sepse po nuk studiohet për i kohë gjatë, nuk i krijon ato njohuri që do të shërbejnë për të ngullitur mirë disa koncepte në lidhje me parahistorinë. Tek ato persona mund ndikojnë negativisht, kështu që u bëj thirrje këtyre personave të largohen me nga rrjetet sociale dhe të mos bën shembull një presioni të keq ndaj studiuesve, por mos bën edhe shembull i një ideje jo të mirë ndaj atyre që janë dashamirës, por nuk janë të vendosur, mund të jenë të pavendosur plotësisht në disa koncepte studimore të lartësisë, edhe janë të, si të thuash, të dyshimt edhe mund ndikojnë negativisht tek ato. Dhe problemi tjetër është ky, që këto persona që janë futur në rrjetet sociale me emra falso, që nuk janë të vërtet, nuk janë familjarë që qemi ne me emra mbi emër, por janë persona të cilët kërkojnë të krijojnë turbullira, duhet të largohen me një herë nga rrjetet sociale. Gjithsecili duhet t'i largojë ato. Grupet që i kanë në brendësitë e tyre duhet t'i largojnë, në mënyrë që ato të mos bëjnë spam dhe të bllokojnë videot tona, të bllokojnë studimet tona si të padëshiruara, se kam pasur shumë bllokime të videove të kohëve të fundit, po kam pasur edhe bllokime të shkrimeve të fundit nga këto persona të cilët janë futur në këto rrjete dhe krijojnë gjërodira, krijojnë rrëmuja, krijojnë turbullira të tjera, krijojnë turbullira të tilla, të cilat nuk janë dinjitoze për studiuesit shqiptar që të ndeshen me këto persona, por nuk janë dinjitoze as për ato që i kanë në Facebook dhe në YouTube dhe në rrjetet e tjera sociale. Prandaj në këtë aspekt ju bëj thirrje këtyre personave që të tërhiqen sa më shpejt, po u bëj thirrje edhe të gjithë personat që t'i largojnë menjëherë nga rrjetet sociale këto, tipa të tillë që kërkojnë të krijojnë gjithmonë probleme në këto rrjete sociale. Unë kam pasur shumë presione dhe kam pasur edhe bllokim të sitit që kam mbi 12 vjet që e përdor, një sit, i cili ishte një gazetë e imja që e përdorja dhe
12 vjetë që e përdor, kam pasur gjithë videot, gjithë shkrimet. Fatkeqësisht unë kam shkruar aty drejt për drejt, edhe sot nuk i kam shkrimet dhe ka është një humje e madhe që më është krijuar, por tani çfarë të bëjmë? Kjo është realiteti jonë, kjo është realiteti shqiptar, kjo është lufta që duhet bëjmë për ditë, për të zbuluar të vërtetat e fshehura, për të zbuluar ato që nuk na janë thënë, për t'i thënë, por njëkohësisht ndeshemi edhe me persona që kërkojnë akoma t'i fshehin, akoma t'i mohojnë dhe akoma t'i zhdukin këto realitete që ne pohojmë për ditë. Prandaj edhe ky bllokim që më është bërë në atë që edhe specialistë që kanë mbaruar shkollat inxhinierike për atë punë nuk janë gjendje më të hapin. Pra, ai quhet për mua i mbyllur dhe i mbaruar. Unë do të hap natyrisht tjetër sit, por problemi është që duhet të luftojmë të gjithë, të zbulojmë të vërtetën, ta përkrajmë atë që vërtet, përkrajmë ato studiues që na zbulojnë të vërtetën dhe mos të rrim heshtje, mos të rrim në heshtje, mos të rrim të kamufluar, mos të rrim, po të dalim hapur, të pohojmë me gojën plot, to që janë tonat, to që janë shqiptare, ato që janë greke, t'ja lëm grekëvet, ato që janë latine, t'ja lëm latinëvet. Dhe të mos pranojmë akoma si që është vazhduar deri tani, që është manipuluar, është futur në korneza historia, edhe është fshehur e vërteta. E vërteta duhet dalë sheshit siç është, pavarësisht nga manipulimet që janë bërë, pavarësisht nga të pavërtetat që janë thënë deri tani, ne duhet t'i rizbulojmë, duhet ta nxjerrim vërtetën në shesh, por edhe duhet ta pranojmë publikisht si popull të vërtetën, por edhe duhet të luftojmë keqbërësit që futen për të bllokuar. Ato që futen në emra anonim për të bllokuar duhet të nxirren nga rrjetet sociale si njerëz që krijojnë turbullira, që nuk i shërbejnë as vendit as kërkujt. Unë nacionalist jam, po jam nacionalist në kuptimin se dua vendin tim. Dhe nacionalizmi është një koncept ideologjik. Koncept ideologjik i shekullit 18 e 19. Por nacionalizmi ka qenë luftra. Natyrisht që nacionalizmi ka qenë edhe në momentet më të vështira të luftës dytë botërore, që ishte krijimi i mitit gjerman. Por ky nacionalizëm gjerman i ndërtuar mbi baza ideologjike nuk ka të bëjë fare me nacionalizmin që quajnë shqiptar ato. Nacionalist duash vendin tënd, duhet të jesh, sepse në qoftë se nuk do vendin tënd, në qoftë se nuk don nacion do thot vend. Nacionalizmi si ideologji është i keq, por nacionalizmi të duash vendin tënd është i mirë. Nuk duhet të jesh nacionalist në kuptimin që të krijosh probleme shoqërisë, po të zbulosh të vërtetat historike në të mirë të vendit tënd. Kjo është dashuria për vendin, për atë dheun. Dhe kush e ka këtë, ta manifestoj, pavarësisht se deri tani shumë veta heshti në këtë, duhet dalin hapur, ta duan vendin e tyre, sepse kjo s'ka si të keqe, të duash vendin tënd. Por çfarë do të jemi ne nëse nuk kemi të dashurit të vendit tonë? Çfarë do të jemi ne, globalist? Çfarë do të jemi ne, fshati global, si globalizmi? Ne në radhë parë kemi familjen tonë, kemi vendin tonë, kemi fshatin tonë, kemi lokalitetin tonë, kemi qytetin tonë, kemi rrethin tonë, pastaj kemi Shqipërinë, edhe Shqipëria është e shqiptarëve dhe nuk ka përse të jetë Shqipëria e 1000 nacionaliteteve. Shqipëria ka një territor bazë me trashëgimi të vjetër, pellazge, ilire, arberore dhe shqiptare, dhe e tillë duhet mbetet. Dhe nuk duhet të vinë 100 nacionalitetet ndryshme atje, edhe të krijojnë përshtypjen sikur ne jemi një shtet multietnik. Ne nuk jemi shtet multietnik. Pakicat respektohen, ka ligj për pakicat, janë kultura, respektohen si kultura, por nacionaliteti jonë është shqiptar, edhe ne duhet të jemi krenar për këtë nacionalitet, ta ruajmë, ta trashëgojmë gjuhën tonë, sepse gjuha jonë është shumë e rëndësishme, është gjuha më lashtë, jo vetëm në territoret ballkanike, por europiane, është gjuha se sot me këtë gjuhë zbërthehen gjuhët kryesore që i quajnë indo-europiane. Pra indo-europian të parë që i quajnë që nuk ka indo-europian, po e lëm siç thonë akademikët. Të parë janë pikërisht shqiptarët e lashtë, janë pellazgët e ilirët, dhe nga këto kanë dalë pjesa tjetër e fisëve. Pellazgët, ilirët dhe thrakët e maqedonësit janë pjesa kryesore, boshtit kryesor të ndarë nga pellazgët, dhe nga këto pastaj kanë dalë dhe kultura, kanë dalë dhe etnitë tjera që janë përhapur në gjithë Europën. Prandaj mos e harrojmë të fakt
se gjua shqipe është gjua më e lashtë, është gjua që zbërthen, është gjua që rrënjë dhe saj ndodhen të gjitha fjalët që ka sot në të gjithë fjalorët, qoftë që quhen grek, qoftë latin, qoftë italian, qoftë gjerman, qoftë francez, e të gjitha gjuhët e tjera deri në Indi. Se nuk ishte objekti kësaj pjesa e kësaj historie që tregova, këto duhet të them që dashamirësve të njohjes historisë mbani qëndrime ndaj personave të turbullues që futen në internet për të prishur tematikat historike, për të bllokuar ato që i trajtojnë studiusit i lirë, dhe një nga ato studius i lirë jam dhe unë, që mbi 15 vjet merrem me këto probleme dhe sidomos 10 vjeçarin e fundit kam bërë edhe dokumentime edhe video të ndryshme, dokumentare që i gjeni po t'i kërkoni në sitet e internetit dhe në YouTube, dhe ju uroj që të jeni gjithnjë të gatshëm që të bashkëpunojmë për ta njohur historinë e lartë popullit shqiptar, por njëkohësisht u bëj thirrje që t'i largoni më njëherë këto persona. Ju faleminderit për mirë kuptimin dhe mirë takofshim në emisionet e tjera.